Ka gra që janë krejt normale, i kanë gjerë mamaz vetë, ka gra që duhet të hidhet ka këtë 6. Ka gra që s'flet të natën. Po. Ka gra. Ata tjetë duhet të shpjegoj është sindromi genit urinar. A i ka djegje, tharje, dhimbje, vagina, nga një kanal i shëndetshëm, i plot, në formë e gërmësë. Shiko, po ta shikosh vaginën në pikturë, do të thotë, një perëndim dielli i bukur, një kodër, një thellim, një kodër, një thellim, një kodër, një thellim, e buzërzuar, kjo është vagina. Dhe këto kodra e thellim... Një mjek që ka kaq vite eksperiencë, mund ta shpjegoj kaq bukur, si ju. Dhe kjo vagin duhet mbajtur e lumtur. Dhe kjo vagin, këto godrat zhduken, hollohen, dhe vagina bëhet si cipa i qepës, cipa që ka. Është e hollë, është e fatë, është e ngushtë, është e dhimbshme. Nuk lejon më. Ka mekanizma ose mënyra që kam një rast nga Elbasani shëndeti vaginal të jetë i shëndetshëm edhe në mosha më të mëdha? Faktikisht vaginën e mbajt të shëndosh vetëm hormonet. Estrogen, progesteron.